Nga e Marta, rruga Recep Luci, Bart Emrin, rruga Europës dhe të gjitha kafenet përgjatë kësaj rruge janë paraqitur me motive të një shteti të caktuar të BE-s. Kjo rrugë gjithmonë është karakterizuar me një gjallëri të theksuar, por në ditën e 7 majit ishte kapluar edhe nga një entuziazëm europian. Kështu, bar-restoranti Nom Nom ishte dekoruar me frymën belge, përderisa Bon Vivant ishte simuluar në një lokal francez me kullën e Eiffelit në obor. Për të marrë pak aurom Europe, kishin dalë edhe disa nga personalitetet politike vendore dhe ndërkombëtare, si përfaqësuesi i BE-s në Kosovë, Samuel Zhbogar, Flora Qitaku, ministre e integrimeve evropiane, Enver Hoxhaj, ministër i jashtëm, ministri i kulturës Memli Krasniqi, shefi i EULEX-it Borkar, ambasadori britanik Cliff, kryetari i AAK-s Ramush Haradinaj e kështu me radhë. Edhe qytetarët e Prishtinës e kanë mirë pritur këtë ndryshim të përkohshëm. Me të hyrë në këtë rrugë, sikur për momentin e harron Prishtinën dhe në të njëjtën kohë gjendesh në ambiente të ndryshme. Kjo është për të përshëndetur për organizimin e tillë. Mirë, por ne duhet të punojmë çdo sekondë që Kosovën ta parafrojmë me këto vende dhe kjo të bëhet realitet në një të ardhmen sa më të afërt. Për 4 ditët e ardhshme, po në këtë rrugë në Prishtinë, e paralelisht edhe në qendra tjera të Kosovës si në Pej, Prizren e Mitrovic, do të zhvillohen laramani evenimentesh që inkorporojnë transmetimin e projeksioneve filmike, dokumentarëve, koncerteve e shfaqjeve teatrale. Kjo iniciativë organizuar përnder të Ditës së Europës e që do të zgjasë deri më 12 maj, është iniciuar nga Zyra e Unionit Evropian në Kosovë, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Ministria e Integrimit Europian e Ministria e Punëve të Jashtme, në bashkëpunim të ngushtë me ambasadat e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian.